Hap strategjik për ekonominë, forcohet boshti Kanada-Shqipëri. Në një zhvillim me rëndësi për komunitetin e biznesit dhe diasporën shqiptare në Kanada, Dhoma e Tregtisë Kanada-Shqipëri ka intensifikuar veprimtarinë e saj vetëm pak muaj pas themelimit në dhjetor 2025, duke shënuar hapa konkret në drejtim të konsolidimit institucional dhe zgjerimit të ndikimit ekonomik. Në kuadër të misionit për forcimin e marrëdhënieve ekonomike, tregtare dhe të investimeve mes dy vendeve, Dhoma ka vendosur marrëdhënie bashkëpunimi me dhoma si motra europiane, franceze, italiane, gjermane dhe kroate, duke ndërtuar një platformë të re bashkëveprimi për projekte të përbashkëta dhe mundësi të reja investimi. Paralelisht, janë zgjeruar kontaktet me aktorë qeveritar në provincën e Ontarios dhe në nivel federal, ndërsa antarësia e bizneseve është në rritje të vazhdueshme, me antarë të rinj dhe aplikime në proces shqyrtimi. Një moment kyç në këtë fazë zhvillimi ishte takimi virtual me zotin Ives Belivo, sekretari i parë i ambasadës së Kanadas në Rom dhe komisioner tregtar për Shqipërinë. Në këtë takim morën pjesë kryetari i dhomës, zotin Arjan Sultafa, si dhe antari i bordit, zotin Agim Tutulani. Diskutimet u fokusuan në identifikimin e sektorëve me potencial të lartë bashkëpunimi, në krijimin e kanaleve të rregullta komunikimi bilateral, si dhe në koordinimin e pjesëmarrjes në aktivitete dhe forume ekonomike ndërmjet dy vendeve. Dhoma e Tregtisë Kanada-Shqipëri ka riafirmuar angazhimin e saj për të ndërtuar një urë të qëndrueshme ekonomike mes Otavës dhe Tiranës, duke synuar krijimin e një klime sa më të favorshme për investitorët, bizneset dhe profesionistët shqiptar dhe kanadez. Alp TV Kanada do të vijojë të ndjek nga afër zhvillimet që lidhen me këtë iniciativë me rëndësi strategjike për komunitetin dhe ekonominë ndërkombëtare shqiptare.